Edi Roscovici ka ndezur mbrëmjen e djeshme dritat e pemës së Krishtlindjes në një atmosferë entuziaste, plot emocion dhe gëzim. Dritat shumë ngjyrëshe u ndezën pas numërimit mbrapsht të fëmijëve dhe kryebashkiakes Majlinda Bufi, e cila në fjalën përshëndetse ka uruar festa të gëzuara për të gjithë. Në këtë natë festive, protagonistë ishin fëmijët, zërat dhe emocionet e të cilëve e kthyen sheshin qendror në një festë të madhe. Ndërkohë atmosferës festive ju bashkuan qytetarë të gjitha grup moshave për të shijuar dekorimet, dritat dhe atmosferën e ngrohtë. A day or two ago